A Gimba dikush me i fituar nga kjo tresha? Ti. Ti? Jo, ne. Dëgjoj. Pse mendoj unë? Mendoj që je ti. Pse? Se ti ke ardhur brenda. Gjithë e kanë lexuar sikur ti ka me qëllime të qarta për të luajtur rolin e të dashuruarit edhe kudion. Unë s'kam dashur asnjë moment ta mendoj ashtu, edhe pse besimi im nuk ka qenë 100%, dhe nuk është 100%. Por nuk kam dashur me e pan me këtë sy, se unë e di kush jam unë, se si më dukem jashtë. Edhe normalisht s'do kisha dyshime që këtu brenda mund vite dikush edhe të kishte pëlqim për mua. Ndodhi që pëlqimi ishte i dy anshëm. Dhe gjëja e parë që u pa dhe u vure direkt ishte që Gimbo ka ardhur me Selinin nga Miri. Por sepse Miri ishte njëri që po përfitonte nga situata dhe po dilte i fituar nga gjithë kjo gjë, nëse Selini ishte e përdorur në thonjza. Ndërkohë Gimbo me qëndrimet e tij të drejta edhe të sakta dhe korrekte me Selinin, edhe për kujdesin që ka tregu, gjentilesa që ka tregu, e ka bërë Selinin për vete. E ka parë që duke e parë mirë me një sy tjetër nga jashtë, ka kuptuar që janë ca gjëra që Selinin nuk i pëlqejnë. Dhe gjithë kjo 2-3 javë se janë bërë, mund të ketë qenë moment reflektimi për Selinin, por i fituar në fund ka dalë Gimbo, sepse Selini mund të ishte treguar edhe më e zgjuar dhe mos kishte nevojë për palët e treta për të ardhur për të hapë syt që shikoj se disa ndet, kupton? Dhe mirë kishte doli e vërteta. Ndërkohë Gimbo ishte chill, i njëjti, me qëllime të qarta, pa tendenca të këtij lloji të tipit që do ndahet dhe do bashkojë apo ku diun. Dhe në sytë e mi, mendoj që më i fituar nga gjithë kjo gjë është je ti. Që edhe pse ti nuk pate qëllime, ti bëre një nga lëvizjet që çdo kush është munduar ta bëjë me fjalë. Ti nga Miri, se Miri po, se ty. E që kjo është që unë nuk e kom thot asnjëherë, asnjë fjalë. Unë e gjithë kom thonë veç stay smart. Veç kaq, gjithë unë, kërë se marrë me thonë ty, hey, ajo të ta bëk shtetë, ta bëk shtetë. Të e di. Deri sa kom ka plos zemra, për din ku, të rosti butonit, lavanderisht më thonë, edhe dhe të mira me dalë, ty nuk din as kanë mujtë me vlerësu që të vlerësoj unë edhe që është këshyri unë. Ajo ke kënë regullon e kuptaj pjesën që të këshyri si qikën teme, një kënena, ama unë e di që zotë nesër mas nesër ma falë një qikë, unë i qikën teme në qatë loj mënyrë nuk e këshyri. Që është ka këshyri këtë. Edhe në për asë një moment nuk e marrë më tonë që hej, a e din të që këtë që shdo të da po ty, kur. Për që ata, unë e më konë shumë i drejt në këtë raport edhe kom thonë që gjithë thëmë zotë ti njëri drejtë se u pëkor. Edhe gjithë ka me dalë, ajo, ka më shfaqë, thojnë rane e kom të shkurta. Edhe o dalë, dhe më thonë të qësh, o dalë në pas Selini, apo kupton, ma nuk është Selinin